emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, mi mbroma, ku do që në ndishtë të nëruar shikues këtu në Kosovë, rajon në Mërgat. Sonte kam tëftuar një musafir kolektimin i cili rikëthen memorin e përballjes të raportimeve të tij nga periudha më kritike kur shqiptarët po përballeshin me regjimin tiran të Miloševićit përmes punës së tij si gazetar, terreni që shkeli çdo plumb të zonave të luftës, duke sjellë ngjarje autentike se si po përballeshin shqiptarët me regjimin vrastar të Miloševićit. Është kolegu në Bytyqi, i cili bashkë me kolegun tjetër kamerman Abaz Zekën, ndodheshin në vijat e frontit, ndodheshin në gazepet më të mëdha për jetë vdekje që përballej populli shqiptar nga makineria vrastare e Miloševićit. Teksa po e nisi këtë emision kështu, kolegu që do ta prezantoj ishte për dëshmuar dhe në gjykatën speciale në Hag, kur atje ende po mbahen ish drejtuesit e ushtrisë lirimtare të Kosovës, zoti Thaçi, zoti Veseli, Krasniqi, Selimi e të tjerët, ndaj të cilëve tash e 5 vite, gati 5 vite, po vijon ky proces, ndodhe në proces paraburgimi, prokuroria duke se mbaroi punën e saj, po vijon ky proces, u refuzua kërkesa që ata të mbrohen tashme në liri. Prezantoj para jush për gjithë këtë situatë kolegun Nuhi Bytyqi. Mirëmbrëma, zoti Bytyqi. Mirëmbrëma, Ridi. Ju ishit përdëshmuar atje. Patët një përballje interesant me trupin e gjykues. Teksa jo po raportonin nga ajo kohë duke sjellë momentet, e kishit vështirë për të mbledhur gjitha ato. Po, Ridi, nuk ishte lehtë që të dëshmoj në këtë proces maratonik i cili padrejtisht është orientuar kundër ish drejtuesve të ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe ish themeluesve të shtetit Kosovës, ish drejtuesve të shtetit Kosovës, njerëzit më meritor për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës dhe u gjendën në situatë shumë të vështirë. Por me qenë se Kuvendi i Kosovës kishte pas presion që ta formoj këtë gjykatë dhe unë modesht ta pranoj kërkesën e prokurorisë që të jem një nga dëshmitarët e këtij procesi. Unë aty si është i njoftuar opinioni, kam paraqitur pikpamjet e mia si gazetar, atë që e kam parë në zonat e luftës, dhe në asnjë moment nuk kam parë që ushtria shërimtare e Kosovës ka bërë ndonjë masakër, ndonjë krim ndaj civilëve serb, por ka luftuar në një frontale kundër forca policore dhe ushtarake serbe. Ish drejtuesit e UÇK-s nuk mbajnë asnjë përgjegjësi dhe është shumë e padrejtë që ata të akuzohen për ndërmarrje të përbashkët kriminale, kur dihet se lufta e ushtrisë shërimtare e Kosovës ka qenë luftë e drejtë, luftë e pastër dhe ka pasur edhe mbështetjen e madhe të Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe të aleatëve të tjerë evropian. Luftë më të pastër si pas atyre që kemi dëgjuar dhe kemi lexuar shumë libra të historisë, luftë më të pastër se lufta e ushtrisë shërimtare të Kosovës, si thonë edhe shumë historian, publicist, politikan, diplomat ndërkombëtar, nuk ka pasur se sa lufta jonë. Dhe po mos ishte edhe mbështetja, mos ishte e tillë edhe nuk do të ekzistonte edhe mbështetja e faktorit ndërkombëtar, sepse Serbia i bëri më se 400 masakra në mbar Kosovën, vrau më se 14.000 civil shqiptar dhe kështu bëri një lloj gjenocidi mbi popullatën civile shqiptare. Ju keni raportuar Bytyqi? Unë kam raportuar pikërisht në gjitha zonat. Me kritike në të gjitha zonat bashkë me... Dhe askund nuk kam vërejtur se ushtria shërimtare e Kosovës ka bërë masakra mbi civilet. Po të kishte ndodhur, me siguri se do të kisha raportuar.
Prandaj Sa ishte, po them, e vështirë, ki në detaj interesant edhe emotiv Betyqi gjatë dëshmisë në gjykatën speciale, duke i parë të njëjtit njerëz që i kishe intervistuar pase në rrethona në istikame në rrethonat kur të njëjtit po bënin plane për të përballur me regjimin Tiran Miloševićit e në të njëjtën kohë për të shpëtuar qindra e mira civil që ishin të ekspozuar nga kjo makineri pamshirshme vrastare. Unë kam pas fatin që të proces zhvillimet gjatë periudhës së luftës në mbar Kosovë dhe kam njohur ta drejtuesit e ushtrisë shqiptare të Kosovës, kam bashkëpunuar me ta dhe kur kam vret se ka një bashkëpunim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me diplomacinë amerikane dhe me diplomacinë evropiane, kam vlerësuar se këta janë njerëz të adekuat që kanë u hequr në mënyrë shumë të drejtë luftën e ushtrisë shqiptare, politikën e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe nuk e kam paramenduar asnjëherë se do t'i shoh para bankës të akuzuarve, nuk ka akuzuar kinse për krime, për masakra mbi serbët dhe të tjerët. Kështu që isha me vërtet fillim kur kam hyrë në sallën e këtij procesi, kam qenë shumë ndjenjë e keqe, i emocionuar, sepse ta shohësh në bankën e të akuzuarve ata që kanë luftuar për liri dhe ata që kanë shpallur pavarësinë e Kosovës dhe që kanë ndërtuar shtetin e Kosovës, ishte një shumë e keqe. Kjo është një padrejtë që i bëhet popullit shqiptar të Kosovës, sepse Serbia në bashkëpunim me Rusinë kanë bërë përpjekje të mëdha dhe ja kanë arritur qëllimin që këta ish drejtues të UÇK-s dhe të shtetit të Kosovës t'i qesin para bankës së zezë. Kjo është shumë e padrejtë kur dihet se në Kosovë mëse 400 masakra janë dënuar fare pak ish drejtues të policisë dhe të ushtrisë serbe. Konsideroj se përpjekjet për të bërë një balans mes të luftëtarëve të lirisë. Është përpjekje për të bërë balans? Po, është një përpjekje për të bërë balans, është shumë e padrejtë, sepse këtë mënyrë UÇK-ja ka mbrojtur civilizimin evropian, ka luftuar kundër një poshtuesi barbar, i cili ka vrarë fëmijë, ka vrarë pleq, dhe unë i kam pa shumë skena gjatë periudhës së luftës, edhe në Drenicë, edhe në Dugazhin, edhe në Lap, edhe në zona tjera, edhe në Anadrini, edhe në Lapush. Kështu që ishte shumë e padrejtë që këta jenë në bankën e të akuzuarve. Ku mendoni që u fokusua organi akuzës, ose po fokusohet organi akuzës me qenë se e ndjekni gjithë këtë proces? Sipas jush? Po, sipas me, mendoj se disa dëshmitar të mbrojtur, mjerisht mesin e tyre ka disa shqiptarë, të cilët kanë, edhe gjatë kohës së luftës kanë bashkëpunuar me pushtetin serb. Por edhe disa serb të cilët kanë punuar në organet që kanë marrë pjesë drejt për drejt, edhe në ordhënien të kryer masakrat mbi shqiptarët, mjerisht kanë qenë dëshmitar të mbrojtur një pjesë e tyre, por vlerësoj se këto janë akuza dëshmi të fabrikuara, të cilat me çdo kusht, përmes të cilave me çdo kusht prokuroria mundohet që t'i akuzoj ish drejtuesit të UÇK-s, por kinse përgjegjësinë e tyre komanduese, kinse ata kanë marrë vendime që të bënë të masakra, por kjo nuk është e vërtetë, sepse unë zotin tha që kur këtë me cilin kam bashkëpunuar më shumë, asnjëherë nuk e kam parë që ka dhënë urdhra ushtarak. Ajo është marrë me çështjet e informimit, me çështjen e politikës të ushtrisë shqiptare, ka heqë drejtorinë politike të UÇK-s, ka marrë kontakte me diplomatët amerikanë dhe evropian, dhe është shumë e padrejtë që zoti Thaçi dhe zoti Kasniqi, si zëdhënësi i UÇK-s, por edhe zoti Selimi, edhe zoti Veseli, të cilët kanë qenë udhëheqjen politike të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të akuzohen për kinse që kanë dhënë urdhra ose kanë përgjegjësi komanduese. Dihet se ushtria shqiptare e Kosovës, si kam thënë edhe para gjykatës, ka qenë ushtri vullnetare,
ushtri që ka pas një përkraje të mbarë popullit shqiptar, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, edhe në Marzi, edhe në diasporë, por ka pas edhe të huaj që ka marrë pjesë në luftën tonë për liri, edhe nga Evropa, edhe nga Danimarka, edhe nga Itali, edhe nga Franca. Kështu që nuk ka pas të thotë ndonjë komandë hierarki strikte se që i kanë ushtritë rregullta. Këtu mendoni se prokuroria ka. Këtu mundohet prokuroria që për ta komanduar më shumë. Këta ishin një strukturë mirë organizuar që kishin hierarki, por në një rast ju thatë bytyçi atë se kur keni dashur të shkoni për shembull në zonën e Dugaxhinit për xhiruar civilet e pambrojtur atje e tjera, aty ishte një situatë. Kështu ka qenë. Disa komandant lokal kishin më shumë kompetencë se sa zoti Thaçi, i cili ishte antar i shtabit përgjithshëm, mirë po ishte përgjegjës për informim dhe për çështje politike, nuk ishte përgjegjës për çështje ushtarake. Kështu që atë në Dugaxhin ku asaj tiranie të rënd, atij sulmi të rënd brutal të Miloševićit, në gjykimin tuaj, a kishte shans të ishte UÇK-ja kaq e organizuar sa po pretendon organi akuzës? Jo. Nga zona në zonë, nga... Në asnjë mënyrë nuk mund të dëshmohet përgjegjësia komanduese as e zotit Thaçi, as e zotit Selimi, as e zotit Kasniqi, as e zotit Veseli, sepse kur një ushtri është vullnetare, nuk mund ta detyroj askënd, as të mobilizohet me dhunë, as të qarmatoset me dhunë, as të marrë vendime për të bërë në aksion ose në sulm, por të gjithë në fshatin e tyre, në mjedisin ka vepruar UÇK-ja, ka mbrojtur familjen e vet, ka mbrojtur fshatin, ka mbrojtur rajonin, dhe kjo ka qenë një luftë mbrojtëse, edhe nuk ka qenë e pamundur që ti të përballesh me një makineri si ka qenë ushtria dhe policia serbe me këtë mekanizmin që ka pasur në atë periudhë. Ka qenë vullnet i madh i njerëzve të ri për ta dhënë jetën e vet për lirinë e Kosovës. Ata djem kanë qenë të vasha, kanë qenë gatshëm ta japin jetën për lirinë e vet dhe këtë kanë dëshmuar. Kanë rarë në vijet e frontit shumë djem dhe vasha për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Dhe kjo ka hasë edhe, si thashtë edhe më herët, mbështetje të bashkisë ndërkombëtare, duke për më pak se një vit të gjysmë, një jarë kohë, drejt UÇK, drejtues të saj politike ushtarak u bën partner të NATO-s. Sigurisht, sepse gjatë bombardimeve ishte UÇK-ja që po jepte dhënat për t'i bombarduar. Sepse intervenimi i NATO-s ishte intervenim humanitar, sepse Serbia bëri masakrat më të mërshme që ka bërë një ushtri pushtuese. A e kishe menduar ndonjëherë se mund ndodh kjo, meqense e ke përcjellur po them edhe tribunalin e Hagës për ish Jugosllavi, atje ku u shpalli pafajshëm ish kryeministri Haradinaj, komandant Çeliku, Fatmeli, e kështu me radhë. Çka dallon ajo nga kjo? Aty bile në fund të procesit deshta të tërheq edhe tërhoqë paralelen, sepse si gazetar që kam pas rastin ta përcjell procesin Limaj dhe Haradinaj, i thash aty trupet gjykose, unë kam pas rastin që ta përcjell këtë proces, por po vrej një dallim, një qasje krejt tjetër nga ai proces me të trupet gjykos. Po, të trupet gjykos, të prokurorisë dhe trupet gjykos në dhomat e specializuara të Kosovës, në emër të Kosovës, në emër të Kuvendit Kosovës. Aty akuzohen drejtuesit e UÇK-s, drejtuesit e Shtetit Kosovës, themeluesit e Shtetit Kosovës, dhe kjo shumë e padrejtë. Dhe desha që të them se këta duhet të lirohen sa më parë dhe t'i kthejnë popullit të Kosovës, të japin kontributin e tyre në ndërtimin e Shtetit të Kosovës, mirë po gjykatësi më ndërprej fjalën. Ta ndërprej fjalën, po. Dhe unë nuk pata rrugë tjetër, sepse ajo kërcënua dhe që me dhunë do të më largoj, po unë isha i gatshëm që ta them vetëm të vërtetën dhe kam bërë përpjekje gjatë 30 viteve dëshmisimit ta them të vërtetën dhe risolla rrëfimet e civilëve në malet Berishës e në vende tjera ku ishin zëstërëhuar mbi 100.000 gra, fëmijë, pleqë, burra, shqiptarë të pambrojtur, vetëm se ishin shqiptarë. I bënin përshtypje këto prokurorisë e trupeve gjykos në gjykimin tuaj? Jo, sepse unë disa materiale që ja kam dhënë prokurorisë, ja kam dhënë edhe ekipit të mbrojtjes, zotit Thaçi, Selimi, Veseli dhe Kasniqi, njëjtat materiale kam dhënë edhe
do të prokurisë dhe mbrojtjes. Kështu që mesin e tyre materiale kanë qenë shumë i qenë publikuar në televizion shqiptar dhe kemi në çka të përshepër sepse ato kanë qenë materiale gjerime televizive nga emisionet që transmetuar në televizion shqiptar. Por mesin e tyre materiale kam dhënë edhe disa dëshmi për masakrat që ka bërë ushtria dhe policia serbe gjatë luftës në Kosovë. Ato fare nuk dëshironin ti trajtonin. Asnjë pyetje, jo ti trajtonin, pas asnjë pyetje s'ma kanë bërë, unë thash aty para prokurorit dhe para trupit gjykues, sepse unë i kam sjell prokurisë një pjesë të madhe të materialeve dëshmitarët. U çortove disa herë për to. Dëshmitarët që kanë mbijetuar në ato masakre, që kanë pas fat që të mbijetojnë dhe kanë pa me sy vdekjen. Dhe atyre asnjë mënyrë që ka bërë për shtypje kjo. Kjo dëshmon se një gjykatë selektive, një gjykatë e njanshme, vetëm për të akuzuar dhe ose për bërë përpjekje për të dënuar shqiptarët është shumë e padrejtë, nuk mund të quhet drejtësi ndërkombëtare. Më spaku mund të quhet drejtësi ndërkombëtare. Leo Betyqi, po e rikthejnë me mendje një deklaratë Drecun. Po. Milan Drecun, po. Milan, po. Se si e pranon publikisht Serbia, ai dhe gjithë hierarkia e tyre. Se si çfarë betejë të suksesshme ka arrit. Është vërtetë. Duke i vendos UÇK-n e gjithë drejtuesve të saj në tribunal Hagë. Një betejë thot të rëndësishme politike kemi arritë, çiko po e rikthejnë në mendje, sepse Serbia ka qenë sponsor kryesor i kësaj gjykate. Ovo je cela struktura OVK. Mi smo, kao radna grupa koju sam formirao preko Odbora za Kosovo i Metohiju, napravili taj prelomni trenutak da bismo imali ovu optužnicu, tako što smo specijalizovano tužilaštvo snabdeli neoborivom dokumentacijom o čvrstoj hijerarhijskoj povezanosti. Ovde se sudi celoj terorističkoj OVK za zločine koji su počinjeni, onog trenutka kad sam nam uspostavio komunikaciju sa specijalizovanim tužilaštvom. Kad su to čuli, rekli su mi dajte nam to, jer se tu najbrže dokazuje veza između počinjenih zločina i oni koji su počinjeli. Vidite, ja sam odmah znao na koje će se događati. Po shihet qartë se prokuroria Vukčević. Vukčević. Ta me krenarie kanë pranuar që kanë sponsoru njëra dokumente. Dëshmitarët kanë prodhuar dëshmitarë që një periudhë të përballjes së Kosovës me ta turqi shqiptare ta kriminalizojnë, të mos e evidentoj historia si betejë për liri. Sa është rëndësishme kjo për Republikën e Kosovës sot që të angazhohet që kjo përpjekje tirane e të mërshme tyne të rëzohet me fakte, ashtu objektivisht se çfarë ka ndodhur Betyqi. Ashtu, kjo shihet qartë se prokuroria e Serbisë i ka ofruar mira dokumente prokurorisë speciale të Kosovës në Hagë dhe kjo dëshmon qartë qëllimin e regjimit, ish regjimit, por edhe regjimit aktual të Serbisë për të kriminalizuar luftën e drejtë të UÇK-s. E konsideroj se institucionet e Republikës së Kosovës nuk kanë bërë sa duhet, për mos thënë fare, në drejtim që ish themeluesve të UÇK-s, ish drejtuesve të UÇK-s dhe ish themeluesve të shtetit të Kosovës të ofrojnë një mbështetje të duhur institucionale që në asnjë mënyrë të mos dështojnë në mbrojtjen e të akuzuarve tanë, të cilët duhet të gëzojnë një përkrahje të vërtet nga institucionet e Republikës së Kosovës, Kuvendi i Kosovës. Ta quajnë drejtësun e këta ndërmarrje të përbashkët kriminale, njësoj me të njëjtën gjuhë si të organit akuzës. E kanë përkthyr, vetëm e kanë përkthyr nga serbishtja. Ja kanë arrit qëllimit që... Ja kanë arrit qëllimit, po. Vetë që fakti që i kanë dërguar në Hagë, ata ja kanë arrit në mënyrë qëllimit. Serbia me Rusinë. Po, Serbia me Rusinë kanë sponsorizuar shumë në Këshillin e Evropës, kanë arritur që ta gjeni një moment, po, përmes Dick Martit dhe të tjerëve, që ta sponsorizojnë rezolut e cila nuk është e drejtë. Po që prese u shpallë Kosova shtet nga 2008 akti, filloi një lëvizje agresive politike Serbisë që kulmoi me
me raportin e Dick Martit. Po, unë e kam thënë edhe për në gjykatë për ta demantuar gjitha të rrëfime dhe historike. Se ky proces është përpjekje e Rusisë dhe Serbisë për ta minuar shtetin e Kosovës. Për ta bërë kriminalizuar shtetin e Kosovës. Sepse nëse ndodhë që mund të dënohen uhecit e Kosovës, që kanë shpallur pavarësinë e Kosovës, zotë i thaqe të tjerët, atëherë është humbje e madhe për Kosovën, dhe si do të betejë për ligjë, kauza për ligjë. Si do të kërkojmë që të mbrohet Serbia ka qëllim me kriminalizu kauzën për ligjë. Ashtu është, ai qëllim hapër shihet qartë. Pse mendoni që praktisi shteti i Kosovës, Republika e Kosovës? Për cilën arsye? Sepse këtu për cilën arsye mendoni që i braktisi pushtetin në Kosovë në mënyrë se tjetër gjithë nevojën jo vetëm për ndihmë financiare, sepse ligjet ishin në fuqi më erë, por për të kontraktu organizata që mbjerën me mbikëqyrjen e gjithë procesit, me mbrojtjen dhe drejtën e lirive dhe drejta themelore të njeriut, Unë nuk e di pse me masovizimin e çështjes në mediat botërore, siç ka bërë Kroacia. Kur e kemi parasysh. Unë se di ku janë arsyet, por vlerësoj se Kuvendi i Kosovës që gati 5 vjet po bën që janë ish drejtuesit e shtetit të Kosovës në Hag. Asnjë mbledhje nuk e ka mbajtur, nuk e ka trajtuar çështjen se si po trajtohen të akuzuarit tonë, qytetarët tonë atje, dhe atyre si po shihet po shkelën të drejtat elementare, njerëzore, ka përfunduar faza parë e prokurorisë, në krye të gjithë dëshmitarët e prokurorisë, dhe ata kanë të drejtë që të mbrohen në liri dhe sa të filloj faza e dytë. E refuzoi. Refuzoi, çdo kërkesë e tyre po e refuzoi. Nasim Haradinaj ka bërë një denuncim në standarde të detyrshme. Kjo është e drejtë, sepse kjo është e garantuar edhe me ligjet e Kosovës, edhe me ligjet ndërkombëtare. Sepse e tha dhe avokati joni po, takimin që pat me zonin Tramba Filova, që ka shqetësime për shkele të akuzuar të drejtorë si të dënuar. Kjo, unë nuk jam jurist, por ka dallim të madh i dënuari me të akuzuarin. Derisa nuk shpallesh fajtor, ti nuk mundesh më quajt as kriminal, as. Kështu që mendoj se institucionet e Republikës Kosovës duhet të bëjnë më shumë, edhe Kuvendi i Kosovës, edhe qeveria e Kosovës të garantoj se ne garantojmë mbrojtjen e lirisë të këtyre. Unë e di që policia e Kosovës po garanton, mirë po nëse prokuroria dhe gjykata nuk i beson policisë e Kosovës, kjo është një thyrje, një ofendim për policinë e Kosovës, për institucionet e Kosovës, sepse kur është liruar zoti Haradinaj ka garantuar ish udhëheci i UNMIK-ut. Tani UNMIK-u ekziston, por në vend UNMIK-ut është qeveria e Republikës Kosovës dhe këtu duhet të garantojë qeveria e Republikës Kosovës. Si duket qeveria e Republikës Kosovës. Inati politike? Nuk e di, unë duhet të them ashtu, por po flasmi për një betejë jo individuale, vetëm individuale, po një betejë në bankën e drejtësisë bytyqi. Nëse institucionet tonë rrinë për të rrëzuar. Nëse rrinë anash, rrinë shumë indiferent, edhe thonë që na nuk dojmë më përzinë drejtësinë ndërkombëtare, kjo është një lloj sinjali se ne nuk mund të mbrojmë këta, sikur ka vepruar Kroacia. Kroacia ka mbrojtë si shtet. E ka mbrojtë historinë. Gotovinën e ka mbrojtë. Po historinë e saj e ka mbrojtë. Ka mbrojtë historinë, përveç avokatit rregull ka paguar edhe avokat tjerë. Shërbimi diplomatik gjithë infrastruktura e shtetit ishte në shërbim. Ambasador tonë, ambasadorin Amerikës, ambasadorit vendet evropiane, çka bën diplomacia jonë në kontakt me përfaqësuesit e shteteve të Bashkimit Evropian, sepse Këshilli i Evropës e ka themeluar këtë, ka marrë vendim për themelimin e kësaj gjykate. Bashkëpunim me Kuvendin e Kosovës, dhe iniciativa ka qenë nga Këshilli i Evropës dhe Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, i vetmi është që për ngritë zërin, edhe ka ngritë zërin edhe në Këshillin e Evropës, edhe në Parlamentin Evropian. Shumë proces i padrejt dhe këtu institucionet tona po rrinë anash shumë indiferent, kjo nuk është mirë, sepse ata kanë luftuar për liri dhe pavarësinë e Kosovës, për shtetin e Kosovës dhe kemi obligim si shtet t'i mbrojmë ashtu si i meritojnë. Para se që thash për të mbrojtë të drejtat dhe lirit e njerijut,
mbi këtë komponentët është themeluar shteti i Kosovës. Gjitha kartat ndërkombëtare i kemi të adaptuar në kushtetutë. Dhe duket që sipas observuesve të sistemit, trupi gjykues gati se është bërë palë me prokurorinë atje, një palë, a duhet të jenë dy palë të ndara? Sigur që është palë ndarë dhe ajo e mbrojtjes, apo? Ashtu është, ka dallim prokuroria është akuzon, por trupi gjykues është ai që merr vendime edhe i ndëgjon dy palë, edhe mbrojtjen edhe prokurorinë edhe mos e mënyrë të pavarur merr vendimin. Është shoqë një çështje jo profesionale, jo të pavarur, por shumë të njanshme edhe të trupit gjykues, sepse çdo kërkesë të mbrojtjes po e refuzon. Por thash të përgjegjësinë kanë institucionet tona, të cilat përmes kanaleve të tyre diplomatike duhet të bëjnë më tepër që ish drejtuesit të OQK-s dhe ish drejtuesit e shtetit Kosovës ta gëzojnë një mbrojtje ashtu si meritojnë, sepse nuk mund të lejojmë që përmes disa akuzave të fabrikuara të na njëlloset lufta drejt ushtrimtarëve të Kosovës edhe drejtuesit e shtetit Kosovës të trajtohen në atë mënyrë si kriminal. Si janë trajtuar në Tribunalin e Hagës për Jugosllavi? Çështjet për shembull nga ana trupi gjykues. A ka dallim mes atij trupi dhe këtij gjykues? Në rastin kur nëse Serbia dhe është e vërtet e pranon publikisht që është meritje e saj që e ka bërë sponsorimin e gjithë asaj infrastrukture të prova kundër UÇK-s për dëshmuar që këta ishin një ushtri e organizuar, kishin qëllim kriminalizimin e tjera. Çështja është në rastin konkret, a ishte dashur ky trup gjykues ti marr si të mirëqena këto prova që i ka prodhuar Serbia, një regjim që ka prodhuar gjenocid në Kosovë? Kurse sepse çështja këtu, si e kanë peshuar këtë, kur këta e pranojnë vetë, janë zënë duke inkriminuar, duke prodhuar dëshmi, duke bërë tushimin e atyre dëshmive tjera. Unë, si thashtë më herët, kam procesin Lime dhe Haradinaj, edhe në atë proces kanë dëshmuar edhe disa ish drejtues të shërbimit sekret serb, cilët me materiale edhe filmike edhe me materiale tjera janë munduar që ta bindin prokurorinë dhe trupin gjykues se Haradinaj, Lime dhe të tjerët kanë bërë krime mbi civilet serb. Megjithatë, përveç dua të them se një pjesë e madhe këtyre dëshmive të fabrikuara të tyre janë rrëzuar. Edhe para ta i shpallët pa fajshëm. Konsideroj që edhe ky trup gjykuesi i dhomët specializuar në Hagë duhet të ketë një qasje profesionale dhe në asnjë mënyrë që mos të mbështetet në akuzat dhe dokumentet e fabrikuara të prokurorisë së Serbisë. Sepse dihet se Serbia është ndërshkuar, Serbia, regjimi është ndërshkuar nga bashkia ndërkombëtare, nga NATO është ndërshkuar për ato vepra. Me bombardime. Dhe kjo është një luftë e hapur edhe e Rusisë dhe Serbisë për të dëshmuar para botës se intervenimi i NATO-s nuk ka qenë i ligjshëm. Kjo është përpjekja e Serbisë dhe Rusisë për të akuzuar Amerikën edhe aleatët e saj se kanë... Si e bët një shtet, po? Edhe si e bët një shtet... Me këta lloj partner? Po. Kjo është tendencë e hapur. A duket të çuditshme kjo diferencë Republikës Kosovës ndaj atij procesi? Duket të çuditshme? Duket të çuditshme kjo indiferencë e Republikës Kosovës? Shumë e çuditshme. Është pa shpjegueshme në esencë. Shumë e çuditshme derisa këta është njerëzit që janë në pushtet. Atëherë thoshin se nuk e miratojmë në gjykatën speciale, por në mënyrë tjetër ata akuzonin Haptas dhe në Kuvendin e Kosovës ka pas deklarata Haptas se kjo është kriminal, ajo është kriminal. I ka thënë vetë zoti Kurti. Edhe mjerisht edhe zoni Haxhiu, edhe shumë të tjerë janë të pa kapshme disa komente nëpër këto portale të ndryshme kundër ish drejtuesve të OQK-s, kundër ish udhëheqësve të shtetit Kosovës. Dhe ky narracion dikon ka burimin dhe dikush i frymëzon këta që të shkruajnë kundër duke i kriminalizuar të akuzuarit tanë, qytetarit tanë në Hagë. Kjo është shumë shqetësuese sipas meje, sepse njerëzit që kanë luftuar për liri dhe kanë shpallur shtetin e Kosovës, ata duhet të gëzojnë
përkrahje nga populli dhe nga institucionet e Republikës Kosovës. Pe bëni paralele, sot është rikthyer Trump në shtëpinë e bardhë, zoti Grenell ka një përgjegjësi direkte dhe paralajmërime direkte edhe për ish prokurorin Jack Smith, i cili në vështrimin e tij bllokoi dhe e pengoi dhe takimin Trump zoti Thaçi. Një përpjekje të qartë në mbështetje të zotit Thaçi nga ana e zotit Grenell, përkatësisht të shtëpisë bardhë, një mbështetje të hapur të zotit Rama, qortim publik se kjo nuk është drejtësia dhe arsyeja mbi të cilën është themeluar gjykata speciale. Është devijuar rruga dhe duket se Kosova po hesht bytyqin në një mënyrë se tjetër. Ka reagime sporadike të bashkëluftëtarëve të atyre, por është pikëlluese kjo heshtje për ju? Është shumë pikëlluese. Institucionet tona kanë obligim ligjor, sipas vendimit të Kuvendit Kosovës, të angazhohen ashtu si duhet, edhe në mënyrë politike, diplomatike, edhe profesionale, edhe juridike të tjera që t'i mbrojë qytetarët e vet. Sepse nëse qëndrojmë anësh dhe rrim indiferent, nuk është sinjal i mirë. Kështu ne i nëpërkëmbim të drejtat elementare të akuzuarve qytetarëve tanë atje dhe dëshmojmë se shteti ynë nuk është i Zoti, nuk ka vullnet që t'i mbrojë ata dhe lejon që prokuroria të ngrej kundër tyre me akuza të fabrikuara nga Serbia. Prokuroria është palë, por si u bë që trupi gjykues të përbrëndësoj. Që për që trupi gjykues tjetë palë gati me prokurorin. Këto shqetësimi atyre që e ndjekin nga afër procesin. Unë shpresoj se trupi gjykues më në fund do të peshoj edhe argumentet e mbrojtjes, tash që fillon faza 2 e dëshmitarëve të mbrojtjes, dhe në asnjë mënyrë nuk do të bie në ndikimin e akuzave të prokurorisë, të cilat, si thash disa herë, janë të fabrikuara. Si ka pranuar si prova materiale nëse dihet publikisht që Serbia i ka prodhuar ato? Mund të pranoj një pjesë si prova që në proces, në procedurë. Mirë, po jo si dëshmi për të ngarkuar, për të akuzuar ish drejtuesit e OQP-s dhe të Shtetit të Kosovës. Trupi gjykues megjithatë shpresoj se do të jetë në orën e drejtësisë, të ndërkombëtarët do t'i shpallë pafajshëm të gjithë të akuzuarit që janë atje dhe ata do t'i kthehen familjeve të tyre, do t'i kthehen Kosovës dhe kështu do të pastrohet ajo njollë cilën ka bërë përpjekje Serbia të janë vesh ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe uhezëve të Shtetit të Kosovës. Unë mendoj se edhe tash me konstruimin e Kuvendit Kosovës dhe të qeverisë së Kosovës do të këndellen pak dhe do të bëjnë më shumë që të mbrojnë drejtat elementare të njeriut, sepse kjo është një shkelje flagrante e tyre. Në Hag, në zemër të Evropës, të flasmi për nevojën e domosdoshme që një trup gjykues të respektojë, garantojë të drejtat dhe lirit themelore të njeriut, përsa kohë që zoti Thaçi dhe tjerët kanë shqetësime për këtë proces se pati babai nëse mu nuk e lanë ta vizitoj posa i ndroi jetë babai. Zoti Thaçi erdhi me disa ditë vonesë, e lanë para se të ndronte jetë që të bënte një vizitë, në fund të bindën, por ishte një vizitë e shoqëruar në ato mosat e pashpjegueshme të sigurisë. Vërtet ishte kjo, vërtet ishin skena të mërshme sepse një gjykatë ndërkombëtare që pretendon të ndaj drejtësi sipas ligjeve pozitive ndërkombëtare, to shkel drejtat elementare të akuzuarve, edhe zotit Thaçi, edhe zotit Selimi, edhe zotit Kasniqi, edhe zotit Veseli, kjo është e pakuptueshme. Por konsideroj se ata po mbahen me dinitet atje dhe në mënyrë dinitoze do t'i kthejnë Kosovës. Për sa kohë ishe në sallë gjyqi? Patë në një moment komunikimi me ta? Tu lejua? Po. Theve ndonjë rregull aty? Jo, ka qenë e pamundur se është distanca afër. Distanca është aty, nuk është shumë afër.
Edhe dëshmitari nuk ka drejt që të komunikoj. Po prandaj thash, theve ndonjë rregull. I kom përshëndetur se cilin i kom përshëndetur. Kështu me kokë. Aq sa kom pas mundësi. A të dha mendja, a të shkoj mendja që të shkoj të përshëndetje me dorë? Jo. Jemi sinqert, jo. Sepse nuk lejohet. Po, e qartë. Qëllimi jem ka qenë orë në aty. Por dëshira mbase mund të ishte e tilla, po. Dëshira me siguri, po se patjetër, po ishte i di rregullat aty me informuar më herë. Po. Edhe unë aty ka qenë qëllimi kryesor që ta mbroj punën time si gazetar dhe kolegëve të mi gazetar gjatë periudhës së luftës, por edhe ta mbroj luftën e drejtë ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse gjitha ato imazhe që i ka bërë Abazeka bashkë me mua në zonat e luftës jenë prezentuar disa herë në mediat botërore, por edhe para kësaj gjykate dhe konsideroj se ne kemi kryer detyrën tonë, kemi afirmuar, comme thonë disa herë më shumë kemi afirmuar ushtrisë shqiptare të Kosovës që të ketë mbërkrahje nga populli dhe nga diplomacia amerikane dhe evropiane. Ne ka fisnike drejt. Ajo është normale në rrethonet e tilla kur ne s'kemi pas as shtet, as kemi pas televizion, as kemi pas institucione të tjera, kështu që ne jemi munduar që të jemi shërbim të luftës për liri dhe pavarësi dhe ky ka qenë qëllimi kryesor i Po, se me pamjet tuaja kanë depërtuar gjithandej ku ka dhe interesante unë jetë në siklet nga prokuroria të sfiduar, apo të pa jo i sfiduar? Unë konsideroj se kam qenë shumë i vendosur edhe përkundër provokimeve të hapta. Disa raste i kam përsëritur, prandaj përkundër disa 3 herë një pyetje më ka bërë për një kidnapim të disa serbë në mijën si përfaqësore të Bardhit të Madh, dhe unë me vërtet nuk kisha njohuri deri në atë moment, nuk kisha njohuri dhe nuk i besoja disa shkrimeve të gazetarëve të huaj për një ngjarje të cilët unë nuk kisha njohuri, kisha qenë ato zona, por unë nuk kom pas rast që të shoh ato veprime të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ajo mundohë që të më qes lejthitje, por unë thash të vërtetën se deri në këtë moment unë nuk di dhe nuk mund të besoj shkrimeve të tilla të njerëzve, sepse ne gazetarët për të dëshmuar në mënyrë objektive duhet të kemi disa burime, jo vetëm një burim. Me një burim nuk je kredibil. Tamon duhet mi pas poko 3 burime kredibile për të shqetësuar që ka dhe shqiptarë që janë dëshmitar të përpunuar. Është vërtetuar që kanë qenë edhe nga Serbia, ndodhi një proces këtu i kapjes së spionëve të DB-s, të BIA-s, e tjera. Si është të mundet? Ka pas shumë edhe këtu është një dobësi të njerëzve tanë, të cilët se di, se kuptojmë për çfarë interesa, qoftë materiale të tjera kanë rënë ndikimin e shërbime sekrete serbe dhe ruse për të bërë përpjekje që të kriminalizoj luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, lufta Çfarë do të thoshit atyre? Çfarë do të thoshit atyre? Turp, do të ishte turp, të vi turp dhe është turp jo vetëm për familjet e tyre, por edhe për popullin e Kosovës, sepse nuk mund të njolloset lufta UÇK-s me akuza të tilla, të cilat nuk kanë qenë të vërteta dhe nëse do të turprohen para familje, para nipa, mesave të tyre, para atë që kanë bërë. Nuk mund të kuptoj. Kur e ke parasysh, Bytyqi, prezencën tuaj në rrethonat më të pa imagjinueshme të kohës, duke shkuar nga zona në zonë, duke sjell videogjërime, duke bartur me fshetësi ato, duke i ruajtur gjitha ato situatat rënda të kohës, shumë të rënda, keni parë gjithçka. Dhe kur e shes sot këtë realitet, si erdhi deri kjo punë? A erdhi edhe për shkak të mos punës tonë si shoqënie, si institucionet, si shtet, për ta mbrojtur kryengritjen më të lavdishme të UÇK-s? Është vërtet, kemi edhe ne dobësitë tona këtu brenda shtetit të Kosovës, sepse derisa Serbia dhe Rusia kanë punuar me të madhe për ta kriminalizuar luftën e UÇK-s, ne nuk kemi bërë përpjekje përmes mjekësve tanë ndërkombëtar që ta dëshmojnë të kundërtën. Ata e dinë se
që ka qenë lufta UÇK-s, shumë mirë e din, sepse gjatë luftës kanë qenë në Kosovë, pranishëm edhe din çdo gjë që ka ndodhur. Mirë po këtu ata kanë shëzuar një zbrasi të mos punës sonë dhe kjo që ka ndodhur në Këshillin e Evropës është një shumë e padrejtë. Raporti Dick Martin nga Tunisi. Raporti Dick Martin ishte për trafikim organash. Dhe ne si popull edhe si kuptoj zotin Thaçi që ka pas presion të madh, edhe ai ka qenë interesuar që ta pastroj se këtë akuz shumë të rënd, sepse UÇK-ja nuk ka mundur të bëjnë ato rrethana trafikim organash. Nuk mund të besonte se mund ndodhi gjë. Edhe kështu ka pas presion të madh nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj, po vetëm për të pastruar këtë njoll dhe edhe sot ne si popull jemi të interesuar të pastrohet, do të ishim të interesuar të pastrohet kjo njoll, por mbasta ne akuza u ndryshua dhe u fokusua në heqjen kryesore të UÇK-s, po, dhe u fokusua kishin disa vrasje që luftat të tilla janë normale, po sepse dihet UÇK-ja s'ka bërë krime mbi civilit, po ka luftuar kundër ushtrisë dhe policisë serbe. Dhe ta akuzosh kur po tregoje pamjet, si reagonin ata aty? Se keni qenë afër tyre? Si? Pamjet e civilëve, të masakrave atyre në gjykatë speciale atë. Nuk dëshironin fare të merrim me to, apo jo? Hetusi edhe një ish prokurore që ka qenë atë kohë, ku ka intervistuar mua, i kanë pranuar mezi, unë e kam ditë që nuk do të merren me ato, po unë e kam vlerësuar që duhet si gazetar të afroj të jenë në dokumentacionin e dhomët specializuar të jetë edhe të jenë edhe dëshmitarëve të mbijetuar në masakrat që ka bërë Serbia mbi shqiptarët në Kosovë. Qëllimi do të ka qenë që ajo të jetë në dokumentacion edhe nesër dhe shumë studentë mund të doktorojnë dhe të hulumtojnë që në dosjen e Kosovës janë edhe këto gjërime, jo vetëm gjërime tjera, cilat kanë qenë edhe publike në televizionin shqiptar dhe në mediat të tjera. Është e tmerrshme që në mënyrë selektive të akuzohen vetëm shqiptarët, kurse kriminalet për masakrat që kanë ndodhur në Meje, që kanë ndodhur në Reçak, që kanë ndodhur në Po nuk mund t'i themi edhe selektive në kuptimin se Serbia ka bërë krime objektivisht. Nuk kanë përgjegjur fare. Jo, nuk mund të patë kufra balanci në këtë drejtim. Në asnjë mënyrë nuk mund të bëhet balans, se kjo lufta jonë ka qenë luftë mbrojtëse, luftë për liri. Ata kanë ardhur nga Serbia dhe ka pasur edhe mercenarë dhe nga Rusia që kanë luftuar kundra UÇK-s. Në asnjë mënyrë s'mund të bëhet balans. Sa është më rëndësi formimi i institucioneve që po zhagitet aktualisht? Shumë është më rëndësi. Edhe këtu është shoh rreziku që nëse ne vonohemi, sa më shumë që të vonohemi, pasojat aty më të rënda edhe për të akuzuarit tanë atje në Hagë. Sepse Kuvendi i Kosovës në mbledhjen e parë, pasi të konstituohet, duhet ta trajtonte trajtimin e gjithë procesit gjyqësor, sepse atyre po shkilen të drejtat elementare njerëzore. Edhe duhet ta ngresh zërin Kosova në këtë drejtim, ta ngresh zërin fuqishëm, jo vetëm sa formalisht, por fuqishëm ta ngresh zërin. Tu po reagojnë vetëm disa shoqata të luftës dhe as qeveria, as Kuvendi, avokati popullit ka pas një shqetësim edhe një takim me Trëndafilovën dhe sipas informatave aty kanë ngritur këtë çështje, mirë, por nuk mjafton vetëm avokati popullit, sa ajo është i pafuqishëm, nuk ka në ndikim të madh. Duhet qeveria, Kuvendi i Kosovës si themeluesi i kësaj gjykate ta ngresë zërin. A pret një rallje që të ndodhë kjo që ta bëj Kuvendi i Kosovës? Unë e pres. Duke njohur këtë habitat politik të tashëm. Megjithatë unë e pres se ka djemë dhe vash aty që janë energjik dhe do të kërkojnë që këtë është momenti i fundit, më qenë se ka mbaruar do të kërkojnë që të zbarkojnë interesimi i Shtetit të Kosovës. Në serioze trajtohet kjo çështje, sepse nëse nuk trajtohet këtë mënyrë sa më parë, pasojat do të jenë shumë të rënda dhe konsideroj se zbrazja e Kosovës që po bëhet nga kodrat e reja, nga familjet e reja që po largohen nga Kosova është një humbje e madhe për Kosovën. Kosova çdo ditë
po humbë shumë qytetarë të vetë, shumë ekspertë të vetë, cilët po i largohen Kosovës, duke mos parë se këtu ka ndonjë perspektivë në të ardhmen, për fëmijët e tyre, për nipat e tyre, për mesat e tyre. Kjo është qetësuese dhe institucionet tona sa më parë duhet të themelohen dhe të jenë në shërbim të mbrojtjes së interesave të gjithë qytetarëve të Kosovës, ta funksionalizojnë shtetin e Kosovës dhe mos të dëshmojnë akuzat e Serbisë mos triumfojnë objektivisht. Se Serbia shteti i Kosovës është shtet rrëfimi dështuar. Po, shteti i dështuar. Ishte Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i partnerëve. Njësoj siç e thot Rusia. Ashtu është. Prandaj formimi institucioneve si e shihni këtë klasë aktuale politike, këtë establishment politik me ata që ishin verë. Shka të them Është gjendje më mjeruese politikisht Kosova sa aktualisht në udhëheqje me ego, me inate, me kjo kërnesi partisë në pushtet, partisë që ka fituar më shumë të vota, është e pashpjegueshme. Por konsideroj se edhe opozita ka gabimet e veta, sepse nuk është nivel të duhur, nuk është unike as opozita që të bashkëpunojë mes veti edhe të themelojnë edhe kuvendin edhe qeverinë. Por përgjithësinë kryesore ka opozita, sepse po sillet sikur këtu Kosovë çdo gjë është në rregull, ku gjë s'po mungon, edhe bën edhe pa qeveri, bën edhe pa kuvende, bën pa kryetar kuvendit. Kjo do të ketë pasojë të rënda për Kosovën, sepse shumë ka vetëm tani ishte një statistik mbi 360 njerëz që kanë braktisur Kosovë, kanë ikur nga Kosova. Kujt i duhet vendi pa njerëz? Është një përpjekje. E kishe menduar se mund në vitet e luftës se mund t'i ndodhë ka Kosovë sot? Në mirë. Populli i Kosovës me gjithë vështirësitë gjatë luftës ka qenë shumë unik, solidar dhe ka qenë funksion të lirisë. Dhe të gjithë kanë qenë gatshëm të sakrifikojnë, të japin edhe jetën për lirinë e Kosovës, kurse sot për disa opozita them kështu të vogla njerëz të armiqësor mes veti është fut një përçarje mesin e popullit, pse e favorizon këtë parti, pse simpatizon këtë parti ose këtë lider ose atë lider, dhe kjo rrethje po ndikon shumë negativisht në disponimin e popullit dhe do të na kushtoj shumë. Po humbet besimi në shtetin e Kosovës, po humbet besimin në të ardhmen e Kosovës dhe kjo shkon në shërbim të politikës së Serbisë dhe të Rusisë që ta kriminalizoj shtetin tonë dhe ta bëj atë jo funksional, ta humbë shpresën dhe të ndikoj negativisht edhe të miqtë ndërkombëtar, sepse kemi filluar që ka filluar të lehatet edhe të shtetet ndërkombëtare. Ashtu është. Është në masa ndëshkuese, me të drejtë, pa të drejtë, Kosova nga vetë aleatët e saj që janë hisëtar të Republikës së Kosovës, sot po përballet me çortimet e tyre. Mjerisht këtë me fajin e klasës aktuale politike. Po të ishte zoti Thaçi këtu, a do të ishte kjo situatë politike? A do të përpiqet të bënte zgjidhje politike? Nuk besoj, sepse në rrethonet më të vështira, zoti Thaçi, zoti Rugova, Isa Mustafa dhe të tjerë kanë gjetë mënyra për të bashkëpunuar, për të arritur marrëveshje politike në interes të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ky komunitet po na mungon, por mjerisht edhe disa intelektual po heshtin. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës po hesht. Ku janë intelektualët? As ka heshtur gjithë akademia? Ka hesht edhe përpara, po tash po hesht shumë. Është enklavizuar. Nuk më dëgjoj zërin e saj. Se kom dëgjuar asnjëherë kohë të fundit për këto procese për të ngjarje që po ndodhin dhe rinia po ashtu s'ka as reagim të rinisë as qytetarës për këto ngjarje të pashpjegueshme. Unë nuk mund të i marr me mend që 21 herë takohet kuvendi i Kosovës duke gjendë me themelu kuvendin e Kosovës. Kjo është humbje e madhe, kjo është një dëshmon se një talli me shtetin. Talli me shtetin dhe ne kemi të aftë me vetë shtetin. Si mund të atje na shpije thonë. Po, si? Atje na shpije. Po, sigurisht mirisht. Edhe amerikanët po qëndrojnë indiferent duke vetëm për të parë se çka jemi në gjendjen me bë. Ne jemi pjesë e Shtetet Bashkuara të Amerikës në farë mënyrë, sepse ata na kanë ndihmuar
të fitojmë lirin, të fitojmë edhe shtetin, dhe të ndërtojmë edhe shtetin, dhe ne duhet të kemi besim të plot në përkrahjen amerikane, por të tyre të shtëpisë duhet t'i kryjmë vetë. Duhet përkrahje tjetër, por detyrat kryesore duhet t'i kryjmë vetë. Dhe kjo është gjëja që të preokupon sot më shumë. Inati, urrëtia, përçarja, dhe aftësia do për të formuluar zgjidhje. Këto janë primitivizma të klasës sonë politike, edhe duhet të ecim përpara, të ndikojmë që të rikthehet besimi, të rikthehet shpresa të qytetarëve të Kosovës, sepse ky shtet është arritur me shumë sakrifica, me shumë gjak, dhe duhet të punojmë që mos të shkojë hoq. E fundit fare, zoti tha që dhe krahasisit të Veselit Selimit, ju mohua kërkesa për të mbrojtur në liri. A pritni që këtë vit të mbaroj si proces i gjithë, sepse u bën 5 vite në paraburgim, dhe të mos i besohet policisë së Kosovës nga kjo gjykatë. Po nuk e di tash. Kohën kur Bashkimi Evropian e vlerësoi me notat në alta policinë e Kosovës për operacionin që ndërmori në ndaj kriminalëve si radhojqit e tjerëve në sulmin që bën në Banjsk. Kemi një raport BE-s që vlerëson policinë e Kosovës, dhe një mendim të gjykatës speciale jo nuk i besojnë policisë së Kosovës. Unë nuk e di tash edhe sa dëshmitarë do t'i ketë mbrojtja, por sipas informacionit mia nuk do të ketë shumë dëshmitarë, sepse një pjesë e tyre kanë dëshmuar edhe në pjesën e parë të procesit si dëshmitarë të prokurorisë, dhe mbrojtja i ka shfrytzuar ata gjithë dëshmitarë që ti pyes për çështjet që kanë interesuar dhe që kanë bërë me këtë proces. Dhe unë mendoj se mund të ndodhë që deri në fund vitit të mbarojnë edhe dëshmitarët e mbrojtjes, por është e faza pastaj disa trupe gjykues të peshoj edhe dëshmitë e janë pastaj ato konferencat statutore, dëshmitë e prokurorisë dhe të mbrojtjes, por më rëndësi që procesi të përfundojë mirë, të shpallen të pafajshëm, të lirohen të gjithë ish-detyruesit të shtetit të Kosovës, t'i kthehen Kosovës, dhe në këtë mënyrë drejtësia ndërkombëtare ta jap provimin dhe të dëshmoj se ka ndarë për të vërtet drejtësi ashtu si duhet të ndajë, jo se neve sigurisht që dëshirojmë që të shpallen pafajshëm, por i takon drejtësisë trupe gjykuese që të ndajë drejtësi, vërtet drejtësi, jo të jetë njanshme, dhe të akuzojë viktimën dhe të dënojë viktimën. Dihet kush ka qenë viktimë, do të qenë shqiptarët, kurse masakrat i ka bërë ushtria dhe policia serbe, dhe për këtë duhet të ndëshkohen urdhëruesit nga policia dhe ushtria e Serbisë. Ju falenderoj për kohën shumë, që gjetët jesh me mua për të bashkëndarë gjithë përgjigjet që pate, tërësinë e tyre, përmbajtjen e tyre para publikut. Faleminderit, unë bëra përpjekje që të jap opinionet e mia, se di sa kam qenë i argumentuar, por konsideroj se thelbi është që kjo që ndodhi nuk do duhet të ndodhte. Nuk do të ndodhte, dhe shteti i Kosovës duhet ta jap provimin, më në fund qeveria e re edhe kuvendi i ri duhet të dëshmojnë se mos bëjnë gjëm, po të mbrojnë qytetarët e vet, të cilë mënyrë të pa drejt mbahen në Hag. Falenderoj edhe një herë. Mendoj qofsh. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.